Çfarë lajmi trisht të erdhi Morllajan. Një profesor akademik nuk do ta kesh më pranë. E që ka shuar një fanar që jepte vetëm dritë. Edhe atëherë kur errësira na I verbonte edhe më tepër syt. Nuk më prite edhe pak një dedikim prej meje ta lexoni. Profesor Ramiz Abdylin, sot bile pak të ma veçoni. Të ja shfletojmë gjama të ngjizur në arë. Akademik I dashur ti kur s'ke vdekur, sa të kemi në këtë tokë akoma shqiptar. Vështirë me përmbledh historinë tuaj në disa rreshta e fjali. Mburrem që arritat ju shoft pak të njëherë në botën që sapo e paske lëmë ti. Familjen, fshatin dhe kombin mërzia mi paska ka plu për akademikun që sot jetë paska ndru. Qosh I parajsës në këtë muaj që çdo njeri më shirohet. Emri e bëma juaj, profesori dashur, kur nuk do të harrohet. Kur vdes një profesor shkence, një njeri me nam të madh, bota le ta din se edhe toka për atë njeri me zilotin arrin që ta mban. Ne do të kujtojmë pa ju harruar kur profesor doktor Ramiz Abdylin që ishte shkëmbë, ishte gur. Historinë e deshe, jetën ditarit e dituris ja kushtove hiq pa pushu. Do t'jesh në zemrat tona fanar I dijes. Derisa kjo kalimtar për ne ka për të ekzistu. Xhaxha Ramiz, faleminderit për frymëzimin, për dashurinë ndaj dijes dhe për shembullin që na le. Kujtimi yt do t'jetoj për herë në zemrat tona. Lavdi jetës dhe veprës profesor doktor Ramiz Abdylit. Qoftë I përjetshëm kujtimi I tij.